Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu mblodhi sot Komitetin e Emergjencave në Vlorë pas situatës në lumin Vjosa. Rritja e nivelit të lumit Vjosa në kuotat maksimale ka vënë alarm 3 fshatra të njësisë administrative në Vosel. Ministri bëri me dije se 13 familje janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe po vijon operacioni i nisur gjatë mëngjesit për evakuimin e bagëtive. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se gjatë orëve të fundit ka patur rritje të niveleve të lumejve në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër, gjë që ka krijuar problematika serioze, kryesisht për mbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrëshqitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh, ndërsa në qarqe të tjera situata është nën monitorim ose pa rrezik. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes po punohet për largimin e ujit sidomos nga qarku i Durrësit, që është dëmtuar më shumë nga përmbytjet, ku uji është i pranishëm në rreth 800 banesa, kryesisht në zonën e Burgut, Ishkënetës, Shkozet dhe Nishtull. Ministria e Mbrojtjes ka shpërndarë në terren ekipet për evidentimin e dëmeve. 305 persona janë strehuar në shtëpitë e pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Brendshme, ndërsa lumejt Erzen dhe Ishëm, si dhe kanali i Tones, janë në kuota maksimale. Disa rrugë të qytetit vazhdojnë të mbeten të bllokuara. Në territorin e bashkisë Kruj, si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Droje, ka vëshuar uji në 2 fshatrat, Dukagjini i Ri dhe Miliska. Në fshatin Miliska, uji ka hyrë në banesa ku janë prekur 50 familje. Prani uji ka edhe në 15 banesa në bashkinë e Shijakut, ku autoritetet thonë se situata është problematike, veçanërisht në njësinë administrative Xhavzotaj, Maminas dhe Gjepalaj. Në qarkun e Shkodrës, prurjet e lumit Drin janë ulur. Megjithatë, prania e ujit në zonën e Obotit ka arritur në 80 cm. Autoritetet vendore thonë se janë gati 500 hektar tokë në ujë dhe 15 banesa. Në disa fshatra të Malësisë së Madhe ka rrugë të bllokuara dhe prezencë uji, ashtu si dhe në bashkinë Fusharrës. Në qarkun e Lezhës, Ministria e Mbrojtjes njofton se janë rreth 3000 hektar tokë në ujë, 100 banesa të rrethuara dhe 2 familje të evakuara. Në qarqet Vlorë dhe Fier, prurjet e Vjosës kanë shkaktuar probleme në fshatin Ferras dhe njësinë administrative në Vosel, duke evakuar 40 familje. Autoritetet raportojnë rrëshqitje dherash në aksin Tepelen-Gjirokastër, ku qarkullimi është i kufizuar. Në qarkun e Korçës raportohen disa rrugë të pakalueshme në Devoll dhe janë evidentuar rrëshqitje dherash dhe bllokime rrugësh në Pogradec, Prenjas, kurse në Maliq sipërfaqet të tokave bujqësore janë në ujë. Në Berat, rreth 95 hektar tokë bujqësore ndodhet në ujë dhe është evidentuar rritje e nivelit të lumit Osum në lagjen 22 Tetori dhe Goric. Ndërkohë në disa zona të Elbasanit si dhe në veri, shi uji kalon vendin e rreshjeve të Dëborës, e cila ka shkaktuar vështirësi në qarkullim në shumë akse.